dhe ndodhi një protest në një prill të 8-9-s, erdhi rastësisht apo ishte organizuar? Shiko, do të pas parasysh pak kohën në cilën kemi jetu. Do të pas parasysh pak edhe këto që thëtë gjitha janë të vërteta, që në Kosova ka qenë kulmin e zhvillimit ekonomik. Kosova s'ka qenë asnjëherë më mirë të kaluar në saj se sa gjatë viteve të 70-ta deri në vitin 1989. Kosova në krahasim me vetveten, po jo në krahasim me Serbinë, Maqedoninë, me Sloveninë, me kështu. Vetë Mahmud Bakalli në njërin nga mbledhjet deklaron që Kosova është 48% nën zhvillimin e mesatarës jugoslave. Pra, dallimi mes Kosovës në zhvillimin ekonomik dhe vendeve të tjera të Jugosllavisë është jashtëzakonisht i madh. Edhe kjo është ajo që ka shkaktuar pakënaqësinë. Edhe për me, mbase ty ndoshta nuk e di nëse të intereson apo jo, po kërkesa për republikë ka një zanafil të saj. Kjo kërkesë është shtruar për herë të parë në vitin 1967 dhe në vitin 1968 nga intelektualë të Kosovës në mbledhjet e aktive politike që i ka organizuar Lidhja Socialiste e Popullit Punonjës. Po, kjo Lidhja Socialiste e Popullit Punonjës në atë kohë ka qenë një organizatë e masave. Në 68-ën, kur ishte lëvizja për flamur pastaj. 67-ën, para protestave. Para protestave për flamur, sepse protestat për flamur vinë më vonë. Mund të flasim për arsyet, po janë organizuar aktivet politike ka pas në Gjakov, në Pejmë, në Prishtinë, në Gjilan, ku kanë marrë pjesë qytetarë, akademik të njohur. Edhe në këto aktive është kërkuar që Kosova të bëhet republikë. Që Kosova të ketë statusin në republikë. S'ka artikuj në gazetë, është një artikull, më duket 18 gusht 1968, ku shkruhet për mbledhjen që është mbajtur në aktivin politik Gjakovës, ku qytetarët kanë kërkuar që Kosova të bëhet republikë. Kjo kërkesë është mbështet edhe nga Fadil Hoxha, edhe nga ca kuadro të tjera. Ka mjaft dokumente të cilat tregojnë se kjo kërkesa për republikë është shtruar në nivelet federative. Pra ka një histori kërkesa për republikë edhe më herët. Edhe kjo është ajo pse kur të flasim për aktivitetet tona, pse kanë qenë gjysmë legale. Pra nuk ka qenë një kërkesë armiqësore, ka qenë një kërkesë shtruar. Ju vazhdoni ta përsëritnit dhe ishit organizata vetme që e përsëritnit kërkesën për republikë. Dhe në një moment shpërthen një protest në qendrën e studentëve, në mezën e studentëve. Nuk do të flas për atë momentin e hedhjes së pjatës, se ka ende debat se kush e hodhi i pari.